Ora po shënon 8:05 dhe tash me njëherë, ndoshta edhe kur ka filluar në shumë shkolla, ora mësimore, ne do të flasim tash për përgatitjet e testit ndërkombëtar PISA 2025, i cili pritet që të mbahet prej 17 marsit e deri më maj, deri më 9 maj më saktësisht, dhe kryesisht do të fokusohet ky test në shkencë dhe në sfida mjedisore. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, pra në Kosovë, ka filluar që të bëhen me i marë parasysh edhe përgatitjet për këtë, ku do të marrin pjesë 239 shkolla e po ashtu 7300 nxënës. Sa i përket këtij testi apo këtij vlerësimi, çka është, do të diskutojmë, çush kanë qenë rezultatet e kaluara, çka presim ndoshta prej 2025-shit, a do të kemi rezultate më të shumta, cilat janë përgatitjet ku më tepër duhet të fokusohen edhe mësimdhënësit edhe nxënësit. Këtë do ta diskutojmë me njohësin e arsimit që e kemi tash në studio, zotëri Xhavet Rexhaj. Mirëmëngjesi, mirë se na ardhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këtu. Flasim pak në përgjithësi për testin PISA, çka është ky test, ky vlerësim i nxënësve, a duhet të mbahet edhe kthehemi pak mbrapa në ku për rezultatet që kemi pas deri tash. E para ne dim se rezultatet s'kan qenë edhe aq të mira, kanë qenë shumë të dobta në të vërtetë. Duhet për me pa një kontekst të testit PISA në Kosovë, më kisha dashur me pa mënyra si e shohur është kjo. A i keni pa ato autobusa që duket që po shkojnë ashtu, po paksi ato është kur shasia edhe karoseria nuk janë njëjtën vijë. Edhe me ju thënë të drejtë, unë me shoh sistemin arsimor në Kosovë njësoj kështu e shoh. Shasia dhe karoseria e sistemit arsimor në Kosovë shikojnë edhe tërheqen, çojnë në drejtime të kundërta. Qysh po mendoj kështu? Mësimdhënia dhe vlerësimi i nxënësve në shkollë shkon në një drejtim ta lëm pak majtas. Kurikulat shkojnë pak në të djathtë edhe pak në qendër. Testet kombëtare, matura, testi klasë 9, testi klasë 5, kryesisht shkojnë majtas. Testi PISA është djathtas, krejtësisht djathtas. Çka është majtas e çka djathtas? Djathtas është të mësuarit e bazuar në kompetenca, që Kosova deklarohet që ka kurrikulën të tillë, e majtas është të mësuarit e bazuar në përmbajtje. Andaj kur të kanë vlerësuar për marrën me mësimin e jo çka bën me te. Do të thënë, nxënësi i Kosovës është në një situatë të papërshtatshme. Sepse ne nxënësin i japim mësim, e vlerësojmë në shkollë, hyn në test maturës, kryesisht majtas, kryesisht ka përmbajtja, kryesisht nuk thash krejt. Ka mësuesa shumë të mirë, ka shkolla shumë të mira, ka në testin e maturës disa landë janë të shkruar me mirë. E në anën tjetër, kur hyn në testin PISA, nxënësi hyn djathtas, hyn vlerësohet kompetenca. Jo a e ke mbajt mend mësimin, po çka do të bësh me atë mbamendje, me atë njohuri, me ato shkatësi për me qenë më i mirë, më i përgatitur, më i suksesshëm në jetë. Do të thonë, kjo është kompetenca. Si e përdor dijen për me qenë i suksesshëm në jetë, në punë edhe në shkollë. Kjo çardhje, mendoj unë, tërheqjet në vija të ndryshme të autobusit të Kosovës, të sistemit arsimor në Kosovë, është një prej arsyeve të performancës së dobëtorës në PISA, mendoj unë. Tash ku duhet më tepër të fokusohen mësimdhënësit, nuk po e lëm fajin veç aty, por në përgjithësi ne e dim pak a shumë çush është zhvilluar mësimi ndër vite, çush është bërë notimi, pra më tepër në teori edhe në asë çka kemi marrë mend, më pak në zgjidhjen e problemeve dhe në detyra praktike. Pikërisht. Shikoni, kur bani për testin PISA nuk majet në Bajram. Natë Bajramit. Testi PISA nuk mundesh me ndru rezultatet as për një natë, as për një muaj, as për një vit, apo sa shpejt na shkon 3 vjet, 2 vjet të diçka. Një ditë, unë se ditë deri vonë mbajshim mbledhje për testin e kaluar. Domethënë, për testin PISA duhet me përmirësu sistemin arsimor. Prandaj, nuk është e rëndësishme çka bën ti sot edhe këto ditë. Pak është e rëndësishme. E rëndësishme është që ti testin PISA, ne e shohim gabimisht testin PISA, ne e shohim si një rezultat, fëmijët na dolën keq. Por nuk duhet me marrë rezultatin, duhet me marrë këtë pjesën tjetër e të dhënave që t'i ofron
testi PISA. Testi PISA është një hisë rezultat, testimi i fëmijëve, 2 hisë është hulumtim. Ma shumë është hulumtim se sukses ose mos sukses. E tash, Kosova nuk po e merr që sa duhet parasysh shto. Për shembull, është tregu që digitalizimi ka qenë problem, mësimdhënia ka qenë problem, furnizimi me kompjutera ka qenë problem. Këto kanë qenë problematika që nuk i kanë lënë rezultatet me qenë të mira. Testi PISA në ka thonë neve, qëto sene ke qenë keq, duhet mu marrë me qëto sene, le rezultat. Rezultatet janë dhëna jepen njëherë. Rezultatet pak janë të rëndësishme, me ju thonë sinqerisht. Shumë ma të rëndësishme në këto. Pra ndaj unë kësha thonë që me testin PISA në Kosovë duhet mu marrë shkencëtarët, jo punëtorët arsimorë. Shkencëtari e sheh si hulumtim. E deri tash këto 2 vjetë e gjysë 3, a është marrë dikush, a ka pas ndryshime, a ka pas zhvillime? Ka pas për herë të parë, formacioni i fundit i ministrisë i ka angazhu do ekspert, ka angazhu edhe shkencëtar për me pas e ku është problemi, çka të bëjmë, si ta bëjmë ma mirë, është vendosur me bërë një plan të punës, me bërë disa masa, por unë konsideroj që nuk është bërë deri në fund për arsye se dolen zgjedhjet. Tash. Unë mendoj se kështu është gjendja, domethënë ne prapë do të jemi të papërgatitur sa duhet për testin PISA. Nëse kisha dashur me i dhani këshill ministrisë tash ka kohë, deri në maj, po besoj dikon kur mahen ato testi, ishtë dashtë me punu me nxënës, me shkollat, të cilat dihen, po besoj. Po, dyshën të Çka me ba? Çka ishtë dashtë me ba? Fëmijët tanë denohen në testin PISA për 2 arsye. E para është që është testi me kompjuter. Nuk i kemi mësu na fëmijët me hinë test me kompjuter. Një pjesë e madhe rezultatit humbet që aty. Edhe këtash unë po besoj ministria ishtë dashtë edhe komune edhe shkollat me mësu fëmijët me hynë teste tipit PISA me kompjuter fëmijët e gjitha atyre shkollave. Edhe pse 1/4 e shkollave të Kosovës. Një. E dyta, fëmijët tanë asë në shkollë, vlerësimi nga mësimdhënësi, e asë në testet nacionale nuk janë mësu me vlerësu si pas testit PISA. Testi PISA të pyet çka kishe me banë qëtë situatë, testi Kosovës të pyet cila është formula e binomit a kuta diçka. Domethënë, na ishtë dashtë fëmijët me mësu në që si lloj testi, qëta fëmijë që kanë me hynë, fëmija nëndë, po besoj po, me mësu qësh me hynë test të PISA-s, tipit të PISA-s. Konsideroj që rezultatit do të ishte 30 deri për 30% më i mirë, se realisht, unë mendoj që sistemi arsimor i Kosovës nuk është i dobët sa kem rezultatin. Prandaj unë mendoj që ata fëmijë me mësu me tipin e testit PISA dhe dyta me mësu me hy për që ato teste në kompjuter. Po, një smëtari i PISA-s me thonë, ka thonë që fëmijët në Kosovë janë të lumtur, po jo akademikisht të suksesshëm. Qysh e cilësoni jo këto? E para, I kanë tregu. Mirë që të këtë pyetje. E para fëmijët në Kosovë dhe njerëzit në Kosovë kanë që ta bëjsh një vlerësim, një intervistë, një pyetësor. Lumtur pagojnë. Nuk kallëzojnë drejt. Nuk kallëzojnë drejt. Të gjithë ta tregojnë atë që mendojnë ata se ti po don me ndëgju. Domethënë, ti ju thu njerëzve në Kosovë, mësimdhënësve, a është mësimdhënia e mirë në shkollën tuaj? Gjithë thonë më e mira në botë. Ju thu fëmijëve, a janë mësimdhënësit të mirë në shkollën tuaj, më të mirë të në botë? A keni pajisje? Ta na pajisjet. As është mësimdhënia e mirë, as pajisjet të mira. Domethënë, unë mendoj që rezultatet PISA-s nuk e kanë tregu gjendje vërtetë, se as fëmijët nuk e kanë tregu të vërtetën. Domethënë, mësimi prej kësaj është, thuju fëmijëve, tregoje të vërtetën, sepse bazë atyre të vërtetave që i bëjnë test, shteti mandej merr masa për me përmirësu gjendjen. E nëse fëmijët, me rëmend, në Kosovë ka dalë që mas shumë ti ka doktora në krejt botë. Prindi, kush e ka prindin doktor, PhD, një 27% ka dalë që në Kosovë janë PhD prindëri që do të ishte Amerika me në lakmu. Do me thënë, me fëmijë ishtë dashtë, të atyre shkolla ishtë dashtë me punu që ata me i dhanë përgjigjet të drejta në hulumtimin që e përcjell testin PISA. Çka janë hapat e tjerë që do të jo vetëm për testin PISA, me bo përgatitje dhe me jep zërë që shthemi tash në këto mujtë e fundit, këto ditë e fundit, por çka në përgjithësi me përmirësu cilësinë e arsimimit në Kosovë? E para,
për testin PISA, për shtinin e fëmijët më mësu me testin PISA dhe shtinin kompjuter më mësu me hyrë në kompjuter. Kjo është, besoj, kjo do të ndreshte rezultatin me automatizëm 15 deri 20%, do të ishim më mirë e jo aty ku po do. Ne shpeshherë themi që din krejt me përdor teknologjinë, po ndoshta jo për teste, jo për zgjidhjen e problemeve. Se këto është sepse ne shpeshherë e gabojmë, mendojmë këta po den, digitron shumë mirë deri me përdor edhe telefonin edhe kompjuterin edhe krejt. Po kur vjen puna pastaj tek testet që mund të bëhen kështu në mënyrë kompjuterike, po e quaj, atë të shembull të mirë. Në Kosovë thonë tonë e din anglishtën prefekte, nuk e dim në anglishtën prefekt. Prefekt thonë, jo perfekt. E dyta, thonë fëmija din teknologji, por nuk din teknologjinë me këshyrë mobile dhe me bë TikTok, po jo me përdor për diçka kreative, inovative, produktive. Prandaj këto çështja digitronave në Kosovë është shumë e dyshimt. Unë mendoj se duhet më kthy këtu te pyetja juaj më kthy. Natën e Bajramit nuk bëhet Kurbani. Kosova ka një strategji të arsimit më në fond. Fondet në arsim duhet më kthy ka realizimi asaj strategjie që e kem shkruar, mos kofte mirë shkruaje një tjetër, se nuk mundesh me ndreq arsimin dikush me qua andej, dikush andej. Edhe shteti dhe komunat dhe shkollat duhet gjithë njëjtin drejtim e shkruajnë. Njëjtin drejtim shkon vetëm me plan strategjik. Por në Kosovë shkruajnë një plan strategjik shtu e bajnë punë tjera. Domethënë e para është më fokusu gjithë në planin strategjik të arsimit të Kosovë një. E dyta, në Kosovë, ju për shembull pagën tuaj me orientu vetëm rroba. Çka është bë? Uria, mos furnizimi, teknologjia, teatri, këto krejt i zhashtë. Në Kosovë krejt paret, financat, në arsim investohen në paga, 90 e diçka %. Pak jetë për pajisje, pak jetë për mjete materiale, pak jetë për aktivitete, pak jetë për klube, as pak për vizita studimore, ku ta di unë. Domethënë, duhet me ristrukturu strukturën e buxhetit, financimit të Kosovë. Paret me shku pak në pagas, po thëmë me ju lë pagat. Do të përshtu financim. Me që ma shumë, me rëmend që 5-6 vjetë nësë kemi ble sa duhet, asa 10 e pajisjeve teknologjike bota ka ecë për 5 vjetë, adin sa ka ecë bota. Pajisje teknologjike s'ka, mjetë materiale s'ka, mësuesi shkon me marker në shkollë, në klasë, ose shkomës edhe. Në më thënë, qëto sende duhet mu balancu ma shumë, jo gjithë shka me shtin paga, 92% thash shkojnë paga, pak mbetet për cilësinë. Për mos me përgjithsu krejt, nuk është që krejt fëmijët janë të njëjtë edhe në përgjithësi. Kështu po edhe saj përket të njëhurive që i marrin në shkollë. Ndoshta tash nëse ne mësojmë me të njëjtin mësimdhënës, edhe 5 fëmijë janë tepër suksesshëm, din me bo zgjidhjen e problemeve, janë në punë praktike shumë të mirë, apo në zgjidhjen e problemeve praktike tepër të mirë, po këta 20 tjerë, çka po ndodhen, apo mësojnë me të njëjtin mësimdhënës, apo përkushtohet më tepër kohë rëndësi edhe prej prindërve, edhe në kurse, në aktivitetet të ndryshme jashtë shkollës, që nuk e din vende tjera që funksionojnë, besoj që ka një lloj tutorime, cilin e mbajnë, po jo që ka shumë kurse sa kemi sikur na. Na për gjithçka e kemi ka një kurs. Ju i përbendet do gjara shumë të rëndësishme, këto do të në një emision më të gjatë. Shkurtimisht në qëse mundeve. E para, në Kosovë nuk ka nxënës 5 nxënës të mirë, hiç tonë një dopt, sipas rezultateve të PISA-s. Të gjithë ne, asnjë nuk e kemi të shkallës 6, edhe 0.0 diçka e kemi të shkallës. 6 shkallë janë ato arritshmëria PISA-s, ne deri në 4 e kemi. Shumica 1 edhe 2. 1 C. 2 C nëse s'gaboj. Po 5 e 6 nuk i mos kider, s'kemi qasi 5 shra. 5 nxënës mirë, një. E dyta, djej ka qitë Ministria do rezultate shumë interesante, komunat e ndryshme, rajonet e ndryshme, qysh kanë performu nxënës në testin PISA, edhe mu më kalon përshtypje që ma mira është Prishtina. E pse Prishtina ma e mira, kur Prishtina ka mas shumë të nxënësi, ka më të mbi ngarku me shkollat në Kosovë. Aha, do më thonë, arsimtarë tonë, kur ankohen se ka shumë të ngarkume në shkollat, s'pas kanë të drejtë, sepse Prishtina me shkollat mbi ngarkume është më së shumti. E dyta, që ka e rëndësishme, prindërit i përmendet ju me shumë të drejtë. Prindive dhja ma e ngritur, nxënësi, fëmija ma i mirë. Prishtina ishte me 20 pikë ma mirë se tjera të rajonët. 20 pikë është 1 vjetë studime, njëri me ndaj, tjetri veç me mësu. Ose 2 vjetë. Kjo më la përshtypje shumë, do më thënë,
Puna, angazhimi se në Prishtinë i qojnë në kurse, i qojnë në përgatitje plotësuese, prindje përcjell më shumë, me shtin me punu, prindi punon me të tjera. Unë mendoj se kjo ka tregu që mësuesi në Prishtinë ka edhe konkurrencë më të madhe të mësuesve. Ka shumë a shumë mësuesa të mirë, edhe ata shtyhen mes veti. Edhe shihet pse nuk mund është ti mos më konkuru se ai tjetri më i mirë, në zonë shkojnë te çaj tjetri ku ta diçka. Domethënë, rezultatet që i qiti dje të komunave të ndryshme më la përshtypje shumë Prishtina, mandej ishte Ferizaj, Prizreni e tjerë, më lanë përshtypje se tregon që angazhimi i prindrit, gjendja materiale është më e rëndësishme se disa faktorë tjerë që i mendojmë na që janë të rëndësishëm. Mendoj që Ministria i Jashtme i pa pak më me kujdes rezultatet të Prishtinës. A dhe presim që të ketë edhe zhvillime apo informata tjera cilat Ministria mundet me ndo me ne, edhe presim që qysh do dalim pastaj prej këtij testit vitit 2025. A pritet rezultat më i mirë ajo? Nëse Ministria punon me ata fëmijë në kompjuter, se nuk majet urbani natën e Bajramit, por nëse punon më shumë për testet në kompjuter, edhe qysh është natyra testeve PISA, mendoj që do dalim më mirë dhe jam mjaft optimist. Mirë po mos harrojmë edhe tonë bota do të jetë më mirë. Se nuk është më Covid. Po, sepse të gjithë tash kam bërë përgatitjet edhe janë më mirë. Si do të qoftë, ne lobojmë për Kosovën, edhe bëjmë tifën në një anë, po e them kështu, dhe uroj që t'jemi pak më mirë në këto rezultate, por si do të qoftë rezultateve, ti marrim parasysh edhe rezultatet e kaluara e të fokusohemi në mësimdhënie sa më të mirë edhe gjatë viteve tashme, jo vetëm kur vjen puna për këto teste, qoftë maturës, semi-maturës edhe PISA që vjen çdo 2-3 vjet sa e kemi. Të harmonizohet testet nacionale me testin PISA. Ato ti përngjajnë më shumë testit PISA që në mënyrë që edhe fëmijët tjerë më të përgatitur për testin PISA. Faleminderit shumë për kohën, për informatat që i ke ndarë me ne, shumë kënaqësi që biseduam. Faleminderit juve. Ne tani do të kalojmë njëherë tek një temë tjetër, që është gatim.